Për personat që mbajnë syze, mënyra e duhur e kujdesit ndaj tyre është e rëndësishme. Doktoresha Shukrene Roka thotë se nëse nuk ndodh kjo, atëherë efekti i mbajtjes së syzeve nuk arrihet. Personat të cilët kanë nevojë për syza dhe i mbajnë ato, së pari është këshilla e parë që duhen t'i mbajnë rregullisht, e sidomos te moshat e reja, te fëmijët kur fillojnë t'i mbajnë, prindët duhet të jenë ata që ta mësojnë fëmijën që vazhdimisht t'i mbajnë. Se nëse nuk mbahet si duhet, atëherë edhe efekti i syzeve nuk mrihet. Ana tjetër është të kujdeset për pastërtinë e syzeve prindi te fëmijët kur po flasin. Edhe që trajtohen, që mos të grithen, mos damtohen, që të tritunit, gjithmonë të kenë kujdes në bartjen e syzeve, mos t'i gjuajnë gjithkohë, mos t'i lënë mbështetjen në tavolinë nëse ju grithen, ju damtohen. Mirë po, për mbajtja e syzeve, se shumë herë kemi raste kur pacienti pyet, a i komo në këto për krejt jetën ose me njëherë prej momentit parë e marrin si me averzion. Sipas doktoreshës, syzet mbeten mjeti kryesor për korrigjimin e shikimit, ndërsa lentet e kontaktit rekomandohen vetëm për persona mbi 18 vjeç dhe gjithmonë me kujdes të lartë higjiene. Bartja e syzeve është një ndihmë e syrit. Syri nuk mund të kompenzohet me kurrë tjetër për mungesën që ka përveç syzeve. Janë varianta tjera, tash janë lente, kontakte e këto, po mos të marrin gjithmonë mendjen te intervenimit kirurgjik për mi largu syzet, se bartja me kohë e ka efektin shumë të madh edhe rëndësinë shumë të madhe. Se nëse nuk barten me kohë, vjet deri te dopsia e syrit, ose që i themi ne dembelia e syrit. Ajo nuk ka kthim pas. Doktoresha Roka tregoi disa këshilla rreth mbajtjes së syzeve. Kisha këshillu që ata që bajnë syze, t'i bojnë edhe kontrollat e rregullta të mjeku, te i cili janë caktu syzet, sepse vijnë deri te ndryshime i dioptrisë, vjen ndonjë rast që nuk shkon, atëherë duhet mu ndërmarr me kohë, se ka raste mas 2-3 viteve vjen në kontroll, edhe ka ndrru total gjendja, thotë jo, unë e kom pa që s'jam ty pa mirë, po hajt që disa erdha. E atëherë nuk kthehen gjonat. Domethënë më mirë është mënyrë graduale. Unë kisha preferuar zakonisht pacientëve, ju them moshave të vogla, në 6 muaj me bë kontroll, se pritet ndryshime më shumë, vjen të rrit syni, ndryshojnë gjonat. Të rritunit bile një herë vjet është e këshillueshme me bëni vizitë. Doktoresha Roka thekson se personat që përdorin lente duhet të kenë gjithmonë syze rezervë për t'i dhënë syrit kohë të ajroset dhe të oksigjenohet. Sipas saj, kujdesi dhe kontrolli i rregullt janë kyç për ruajtjen e shëndetit të syve. Syzat janë të parat që duhen me qenë në çdo rast. Lentet kontakte, unë i preferoj për shembull gjithmonë mbi moshën 18 vjeçare, edhe pse tash o bë kjo biznes mujnë mu blej ku dush, edhe shkojnë i blejnë moshat më të vogla, se s'dojnë mi bajt syzet e nuk është as pak e këshillueshme. Në anën tjetër, higjiena e syve ato janë shumë duhet me qenë i kujdesshëm kur i mban. Edhe gjithmonë edhe ata që i kanë lentet, kontakte, duhen mi pas edhe një palë syze rezervë, që në momentin kur kthehen në shtëpi, t'i heqin ato, që t'ajroset syri, të oksigjenohet kornea, këto, pastërtia është tjetër, edhe lentat kanë kohë mu pastru në të langun e vetë, kështu që është shumë e këshillueshme. Në fund, doktoresha Roka thotë se vitet e fundit vrehet se ka filluar një vetëdijsim më i madh tek qytetarët për kontrollin dhe mirëmbajtjen e syzeve, duke ndikuar pozitivisht në parandalimin e problemeve të shikimit.